Ftojmë që të qëndrojmë tek e dyta mbretërve, që kapitulli 7, vargu 9, është edhe ku ne do të marrim mësimin ton. Pastaj tha midis tyre, nuk veproj mirë kështu. Kjo është ditë si hariqi, por ne nuk e hapim as gojën, në rast se presim deri në mëngjes mund të pësojmë ndonjë ndëshkim. Prandaj tani të nxitojnë dhe të shkojnë të njoftojnë shtëpinë e mbretit. Pra është një ditë për një lajm të mirë, me Jeruzalemin si kryeqytet. Pra ishte mbretëria e Izraelit, mbretëria e Judës, si thua kishin atë nga vendet që ishin afër në kufi, pra me që ishte Siria, dhe sulme nga larg Asiria dhe Babilonia. Pra ishin një kërcënim shumë i madh për atë kohë, dhe kjo bëri që në fakt mbreti i Siris në atë kohë ta sulmonte, dhe për sulmin që ndodhi, se lufta asnjëherë nuk sjell gjëra të mira. Lufta gjithmonë do të ketë ato humbjet e veta, siç neve i pam me luftën në Ukrainë, rritje çmime që vajtë në stratosferë dhe që s'kan ndërmend në pule. Edhe e njëjta gjë ndodhi edhe me mbretërinë me Samarinë dhe Izraelin, pra Izraelin dhe Judën. Dy kryeqytetet, Samaria dhe Jeruzalemi. Në këto momente ishte një urime e madhe buke. Plus që ata erdhi një kohë që mbaruan dhe rezervat, edhe çfarë ndodhi? Edhe pse kishe lek, florie, çfarë kishe ti për të blerë, nuk kishe ku të blije. Ushtria asiriane ishte shumë e madhe në numër, dhe bëri që ata çdo gjë që i kishin sulmuar këta, dhe i mblodhën të gjitha rezervat e këtyre dhe i kishin te kampi. Ndërkohë që neve lexojmë këtu te kapitulli 7, Eliseu, që ishte profeti i Perëndis, dërgon edhe i thot mbretit, shiko thot, do të ndodhi ju me të vërtet jeni duke ngordhur për të ngrënë, por do të vi nesër me këtë kohë ju do ta bleni mielin një sikël, që s'kishte shanse të bëhet. Super themi neve do vej nafta me 700-800 lekë, që s'ka shanse. Por kapiteni në krahun që ishte, le themi, krahu i djathtë i mbretit, tha, sikur dhe dritaret hapet në qiell, tha, nga Zoti i lartë, nuk ka mundësi që të shkojë mielli kaq, domethënë, ishte baza e ushqimit të shkojnë me këtë lloj çmimi. Mirë, i tha Eliseu, ti do ke për ta parë që do të vej me këtë çmim, por nuk ke për të ngrënë. Edhe kështu ndodh. Historia pra që neve lexuam, ndodhi që ishin këta 4 lebrozë, ta kishin vdekjen gjatë. Lebrozët atëherë ishte një smundje që nuk gjije shëri, edhe që ata ishin të përjashtuar nga qyteti, dhe po të shkonin atje do i vrisnin. Po të rrinin aty do ngordhin për të ngrënë, do thënë vem atje tha të goja ujku, po na falen mirë. Mase na japin ne i kacide për të ngrënë, edhe ne kore bume për të ngrënë, pra edhe do e rregullojnë këtë mohabet. Po na falen do na vrasin të vdesin, po ne të vdekur si këtu, pak ta provojnë. Edhe shkuan, pra, ajo çfarë ndodhi ishte habitshme për gjithta, sepse ishte kampi i sirianëve ishte bosh. Drat të braktisura nga njerëzit, për që ishin të gjithë pasuritë e ushtarëve që kishin marrë me vete, ose dhe që kishin plaçkitur, ishin në përçarje. Këta hëngrën, u ngopën, u kënaqën, morën dhe për vete, thanë, tani çfarë do bëj? Se nuk shtyhet dihet akoma.
Po në fakt tha ky është një lajm i mirë. Shikoni në fakt zëmërgjërsinë edhe për ullësinë që kishin këta 4 njerëz. Shkun i than, se ky është mësimi për ne, si të krishterësa. Shkun i than njerëzve që nuk i pranonin në mesin e tyre, sepse ata ishin bebroz, ata ishin të infektuar, ata ishin smur, nuk i pranonin në mesin e tyre, pra në qoftë se ata do të ndonin që ta afroheshin, ata ishin të vdekur. Pra shkuan atje dhe tha, shiko, ne kemi një lajm të mirë për juve. Ne shkuam te kampi i sirianëve, e gjetëm bosh, nuk ka asnjë lloj ushtari, çdo gjë për të ngrënë për të pirë, ka plac, ka kuaj, gomer, domethënë gjitha kafshë. Çfarë nuk kishte ti? Çfarë ekzistonte në atë kohë ata e kishin në kamp, këta po vdisin. Edhe kapiteni mbreti thotë, shiko, ata e bëjnë kastile për ne, mbasi është strategji. Na bëjnë që të futemi në kamp dhe pastaj na sulmojnë. Shërbëtori mbreti thotë, shko thot lejoj thotë që të shkojnë deri atje, ta verifikojnë, pastaj të shkojnë gjithë populli, të shkojmë gjithë ne që të marrim. Shkojnë atje, zbulojnë që ishte e vërtet çfarë 4 lebrozët tha. Shkuan të gjithë pra, mblodhën, i plaçkitën e zbrazën kampin e sirianëve dhe arriti që pa 10 dite shkoi mjelli një sikël. Edhe kapiteni e pa me sytë e vet që shkoi një sikël, po nga që ishte rrëmuj shumë e madhe që neve lexuam te kapitulli 7, edhe që njerëzit shtynin njëri tjetrin, atë e shkelën në këmbë dhe ai vdiq. Ai vdiq sepse nuk besoi tek fjala e Zotit. E dyshoi fjalën e Zotit. Atë çfarë është e pamundur për njeriu është e mundur për Perëndin. Thot vetë Perëndia te fjala e tij. Mësimin që marrim neve sot, kjo po ta mendojmë do na hyj me shkulla, por është fjala e Perëndisë dhe na bën mirë që të zgjohet. Paralelizmi, pra në çdo anë, në çdo rast ka uri. Atëherë kishte uri ushqimi, sot ka uri shpirtërore. Edhe po ta shikosh dhe njerëzit sot e kësaj dite, sot kanë bollak, kanë çdo gjë që është e mundur. Çfarë ti doj zemra, shkojnë edhe e blejnë. Shkojnë dhe e provojnë, shkojnë dhe e hanë. Nuk i pëlqen të hanë ushqim shtëpi, përtojnë, të gatuajnë, dalin jashtë për të ngrënë. Por historia ka treguar që kjo nuk është e vërtetë. Nëse ti nuk mëson të jesh mirënjohës për gjërat që ke, ti asnjëherë s'ke për të kënaqur. Ti asnjëherë s'ke për të gëzuar. Ata kishin uri në ushqim, pra ne kemi uri shpirtërore. Neve kemi bollakun shpirtëror si të krishterë, sepse kemi marrë Krishtin. Edhe ka për të gjithë. Edhe ka për të gjithë botën, edhe ka për të gjithë njerëzit. Edhe 4 lebrozët e kuptuan këtë gjë, shkuan te kampi ulur. Shkuan te kampi dhe atje zbuluan që atje kishte me bollak. Ata morën sa mundën, morën flori, morën miell, morën ushqime, morën kuaj, morën gomer, po tani çfarë do bëjmë? Aty kishte pafund, llogaritet i pafund, aq shumë kishte sa fillon njerëzit po e shisnin dhe mielnin dhe po e shisnin për i lek, që themi neve sot. Aq shumë kishte dhe këta ishin që po vdisnin në urije, kurse këtu kishte më bollak, edhe aq shumë ka bekime shpirtërore, bekime që na der Zoti neve. Edhe shpeshherë neve si krishterë zgjedhim që të qëndrojmë edhe të festojmë në atë bekimin ton shpirtëror, që na ka dhënë Perëndia, nuk shkojmë ta ndajmë me të tjerët, por i lejmë njerëzit që të vdesin urije shpirtërisht, që vdesin fizikisht duke mos e dëgjuar fjalën e Zotit, duke mos e patur atë lloj mundësie, atë lloj bekimi. Pra ka njerëz që gjetën çfarë kishin nevojë. Ishin vetëm 4 lebroz, 4 veta, që zgjidhën që i dhanë ushqim për gjithë kombin. Dhe që ata mund të shisnin, ata mund i ktheheshin jetës së përditshme.
Dhe ata kuptuan, 4 lebrozët ta kuptuan që ishte gabim shumë i madh dhe i ndëshkueshëm, qofse ata do të zgjidhin që mos ta ndanin të lajm me të tjerë. Neve e dim në fakt që nëse neve nuk e ndajmë fjalën e Perëndis, është i ndëshkueshëm dhe për ne, po ne themi vim me justifikime, shiko, kam frikë se nuk do më pranojnë. Kam frikë se do më vras, dekurajuar. Kur shikojnë që ti e ndan me njerëz dhe ata nuk besojnë, ikin, largohen, nuk e marrin mendimin fare. Por ka njerëz që janë duke kërkuar këtë gjë. Nëse ai shërbëtori nuk do t'i lutej mbretit i thashë, shiko, ne kemi edhe 5 kuaj, se këtu dhe kështu thotë, 5 kuaj. Merri edhe këta 5 kuaj, se këta do ngordhin e do ngordhin. Ta të ngordhur janë. Ne i kemi të humbur. Po leri të shkojnë, që edhe një 5 ushtarë atje, leri të shkojnë edhe ta zbulojnë vetë me tyre, që kjo, çfarë këta 4 lebrozët po thonë është e vërtet apo është gënjeshtër. Edhe nëse është e vërtet, neve do të shkojmë. Nëse nuk është e vërtet, lebrozët do i pritet shkopë. Sepse po gënjeni, sepse po përdore në mendjen e mbretit, mbreti tha kjo është një strategji që na sulmoi armiku. Edhe mbreti do të hiqte qafe. Imagjinoni rrezikun. Ta 4 lebroz morën parasysh, tha neve vdekjen e kemi në xhep. Ku am gjetëm ushqim? Neve vdekjen e kemi në xhep përsëri. Shkojmë t'i themi lajmin e mirë këtyre që të vinë dhe këta të hanë, të kemë ushqim, të ushqejmë familjet e tyre, e të vazhdojmë me jetën e tyre. Ne sot kemi të gjitha këtë lloj bekimi fizik, le të themi, që nuk na mungon gjë ana fizike. Nuk na mungon për të veshur, nuk na mungon për të pirë, nuk na mungon ushqimi, siç e thash në fillim, nuk na pëlqen shtëpi, shkojmë jashtë për një ran, nuk na pëlqen në një restorant, shkojmë me një tjetër, nuk e duam buzdetit, shkojmë a buzdetit, e duam te nga mali, shkojmë ande nga mali. Na doje barta zemrës, por jemi të varfër shpirtërisht. Edhe nëse neve nuk zgjohemi për këtë, ne duhet kuptojmë urdhërimin e madh që Jezusi na thot tek Mateu. I thot dishepujve të tij tek Mateu 28, vargjet 18 deri në 20. Ne dim këtë. Dhe Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepuj të gjithë kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë, duke mësuar të mbajnë të gjitha sa ju kam urdhëruar. Dhe ja unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarimin e botës. Ky është urdhërimi që Perëndia na ka dhënë gjithë secilit prej nesh. Ne mund të vim nga justifikimet nga më të ndryshme. Edhe sot për ne. Ka të krishterë që e kanë parë, që ka bekim, që ka jetë, edhe përsëri zgjedhin që të vdesin urije, krishterishtë. Pse do të thotë? Sepse nëse neve vim me justifikimin që kemi frikë, ne nuk e dim, e kemi shijuar vetë, se kemi provuar, e kemi parë, si puna aty kapitenit, që tha, s'ka mundësi. E pa dhe e gjojmë me vesh të vetë, që vajti çmimi aq, edhe ne e kemi parë, por nuk e kemi shijuar, sepse për shkak të mosbesimit ton, për shkak të mosrritjes tonë shpirtërore, që të kemi, le themi atë konfidencën, bindjen, që kjo është e vërteta, ti ndaç pranoje kur shkojnë dhe ndajmë dikë, ndaç mos e prano. Por kjo është e vërteta, që Perëndia dërgoi Jezusin të kryqëzohet në kryq për mëkatet e gjithë secilit prej nesh. Dhe ai që beson dhe pagëzohet, do t'i falen mëkatet, do të quhet biri i Perëndisë, do të hulet në tavolinën e mbretër, tavolinën e mbretit të mbretërve, në fakt duhet të thoya. Pra, aty ti do të hulesh, sepse quhesh biri i Perëndisë. Në fakt, neve harrojmë, kur themi kemi frikë,
Pali na thot tek e dyta Timoteut kapitulli 1 vargjet 7 deri 9, Perëndia nuk na ka dhënë neve frym frike. Neve themi s'ka fuqi. Bibla na thot tek Efesianët kapitulli 6 vargjet 19 dhe 20, neve marrim fuqi nga lutja. Neve themi jemi dekurajuar, por gjithashtu duhet kujtojmë që Galatasit 6:9 na thot, shiko çfarë bën mirë do të korrësh. Neve kemi shembullin e Jezusit që ishte më i miri. Kur Jezusi shkoi drejt dhe i tha të gjithëve njerëzve, ti je gabim, Perëndia do sjell mbretërinë e tij. Nuk e besuan. E morën e kryqëzuan. Edhe Jezusi pastaj tha, po atë, të lutem, fali se nuk e di se çfarë bëj. Jezusi e mori parasysh si këta lebrozët, është të paktën për këta lebrozët nuk e di, ai ka besu Zotit apo jo, por vetëm sjellja dhe qëndrimi i tyre ishte sakrifikues, pavarësisht se Zoti bëri që ata, domethënë ku këtu ne ku lexuam nuk vdiqën. Vetë sakrifikues, edhe Jezus shkoi e dinte shumë mirë qëllimin e tij që do të vdiste. Ne kur marrim parasysh që do na sulmojnë, do na vrasin, do na largojnë nga puna, me që me thënë drejtën këtu paktën këtu në Shqipëri ne nuk i vuajmë këto lloj persekutimesh. Nuk na thot asnjë gjë të keq. Jam ulur me çdo lloj njeriu të mundshëm, paktën unë, nuk janë të agresiv, le të themi, që të sulmojnë, që ti shiko thot ti ke besimin tënd, unë kam besimin tënd, jemi shok, hajt pimi kafe, kaq për refil. Pra nuk e kemi këtë lloj, si thuash, rreziku që të na kanaset, që të na bëj neve që mos të flasim. Por e kemi këtë lloj privilegje, e kemi këtë lloj bekimi, po pyetja është pse nuk flasim? Pse nuk themi dhe ne që sot kjo është dita për një lajm të mirë? Sot është dita për një lajm të mirë. Sa herë që Perëndia na sjell në një ditë të re, ne duhet të themi sot është dita për një lajm të mirë që ta ndajmë me të tjerët. Dhe asnjëherë nuk duhet të rreshtim. Le të thonë çfarë të duan, le të besojnë çfarë të duan, por ne do t'i themi lajmin. Edhe lebrozët kështu thonë. Neve vdekjen e kemi në xhep. Por ama ata do na ndëshkojnë. Edhe le të vinë ta provojnë. Ata mund të thoshtin vetëm fakti që ata si lebroz shkuan dhe u qasën në portat e tyre, portat e qytetit. Ata mund t'i fusnin edhe në burg, në një biruc, ose dhe t'i vrisnin. Por i dëgjuan, por e morën parasysh dhe fjalën e tyre dhe dërguan inspektor që të inspektoni fjalën e tyre, që ta vërtetoni fjalën e tyre që ishte e vërtet, dhe ata besuan dhe i gjithë populli shkoi. Edhe ne këtë duhet të bëjmë. Ta dëgjojmë, ta inspektojmë, ta vërtetojmë që fjala e Perëndisë është e vërtet dhe le ta ndajmë atë me të tjerë. Bekimi më i madh që një njeriu mund të japësh është fjala e Perëndisë. Ti mund kërkosh çfarë të duash në këtë jetë, por nuk do të arrish. Unë kam dëgjuar shumë njerëz, mirën që kemi më të madhe se ne, ka dëgjuar shumë njerëz që vuajnë, lodhen, raskapiten, mundohen për të arritur diçka dhe vjen puna thotë, çaj që ka jetë. Kur vin që i vetë elitari këtu në fyt që s'ka kot edhe e di që i ka ditët e numëruara, thotë, bo ça pasim bës. Bo, ku po shkoj, pse nuk e shijova jetë? Pse nuk shpenzova kohë me familje? Pse nuk fala më shumë dashuri se sa derdha vrerë? Se sa derdha urrejtje? Njerëzit që miqtë tanë, vëllezërit tanë, xhaxhallarët tanë që zihen për 100 metra tokë, për 1 metër tokë, se 100 metra është shumë, për 1 metër tokë, vëllezër me vëllezër që kanë hangër me i tas, me i pjat, me i lugë. Atëherë në fillim fare kishte familje që kishin vetëm i lugë edhe mbeshin me radhë. E të thuar që
unë të vras të qafe, në t'i zosh live. Pra, materializmi të vret, dashuria dhe bekimi që vjen nga Perëndia dhuron jetë. Çfarë zgjedhim neve pra? A do zgjedhim neve jetën? A do zgjedhim që kjo është dita për një lajm të mirë edhe që ta ndajmë atë në të tjerët, apo do të qëndrojmë këtu ku jemi? Të është e sigurt që lebrozët thanë që shiko, qofse neve nuk i lajmërojmë, neve do të ndëshkohemi. Edhe ne, qofse neve nuk i lajmërojmë, ne do të ndëshkohemi. Ne do të gjykohemi për të gjë. Na pëlqen ne apo s'na pëlqen ne? Nuk është thjesht të besojmë dhe t'i japim jetën Zotit edhe kaq. Por ta jetojmë dhe ta ndajmë ato me të tjerë. Ky është bekimi, kjo është thirrja që Perëndia na paraqet zgjidhen e sot.